Po, Andoni, i përmendëm, Thana i tha se ishte i pritshëm rezultati, a ishte i pritshëm për juve ky rezultat, pra që Partia Socialiste të ditë e parë? Jo, më erdhi mirë për zotin Canaj për paraqitjen që bëri për Shqipërinë. Vërtet Shqipëria ka ndryshuar. Të them vetëm një element, sikur të shikonit regjinë italiane atje për përshkrimin e gjërave d'Italia, atëherë të kuptonit që Shqipëria ka ndryshuar jashtëzakonisht. Një nga gabimet më të mëdha të Partisë Demokratike është që nuk pranon asnjë lloj të themi gjë pozitive për Shqipërinë. Ndërkohë që në pyetjen tuaj do të përgjigjem shumë shkurt. Është e vërtetë dhe në Shqipëri pritej, por unë personalisht nuk prisja diferencë kaq të madhe. Domethënë prisja që këtë boshllëk që do e lindte Partia Demokratike, dhe unë parashikoja mirë Partinë Demokratike, do e mbushin partitë e vogla. Por prisja që Partia Socialiste të shkonte të paktën deri ke 75 votat, ndërkohë që Partia Socialiste ka shkuar jashtëzakonisht shumë. Domethënë parashikoja deri 75 vende për Partinë Socialiste, fitore të saj, por jo fitore absolute të tjerë, se kjo është një fitore që Partia Socialiste për hir të vërtetës nuk e ka arritur ndonjëherë vetme. Dhe kjo tregon një lloj supremacie tashmë që demokracisë shqiptare në mendimin tim do i krijojë probleme. Do krijojë probleme sepse opozita do shkërmoqet fare. Dhe dyta çfarë është më shqetësuese është do jetë shumë e vështirë tashmë që të konfigurohet ndryshe faktori politik në vendin tonë. Por megjithatë duhet të jemi koshient për diçka. Partia Socialiste të paktën me gjithë goditjet që ka marrë, sepse ndoshta do jetë temë tjetër dhe do doja që të gjejmë një mundësi tjetër për shkak të kohës për të folur, është përballur me probleme shumë të mëdha në mandatin e fundit. Dhe në mendimin tim, mosdhënia llogari e zotit Rama për shumë problematika të vendit tonë nuk është gjë e mirë. Por nga ana tjetër, po ta shikosh me kujdes mënyrën se si ai drejton diskursin e vet, si ka ngrit narrativën e vet politike, u jep shqiptarëve mundësinë të kuptojnë, madje edhe kosovarëve, që në Shqipëri ka një lloj normaliteti. Dhe në fakt në Shqipëri ka një lloj normaliteti. Dhe shqiptarët e duan këtë, bota gjithashtu e vlerëson këtë. Ju e dini mbas 3 ditësh në Tiranë do jetë një summit i jashtëzakonshëm për Ballkanin Perëndimor, i pari që bëhet në rajonin tonë dhe që Shqipëria do jetë protagoniste e organizimit. Dhe të gjitha këto nuk mund të bëhen në një vend i cili nuk ka siguri ose nuk ka element të mirë. Megjithatë, tema është diçka më e gjerë dhe më jepni mundësi një herë tjetër që ta shtilloj më shumë. Ju lutem. Andoni, a ishte, po them, i pritshëm ky rezultat duke marrë parasysh të gjitha arrestimet edhe që u bën kohë më parë nga, po them, oponentë të PS-s? Po ju them dhe një herë, ishte i pritshëm, por jo mbi 80. Nëse do të vazhdoj ky trend që Partia Socialiste të ketë 83 mandate, është e paimagjinueshme, nuk e ka parashikuar askush. Vetëm zoti Rama ka thënë diçka që do marrë mbi 78 vota. Por publiku në përgjithësi nuk e besonte për shkak të korrupsionit të madh dhe individëve të shumë të burgosur nga ana e Partisë Socialiste. Prandaj po të them edhe një herë që rezultati më shumë është një lloj proteste ndaj Partisë Demokratike që është paraqitur jashtëzakonisht keq në këtë fushat. Madje bëri dhe një blluf të madh me shpalljen e fushatës për heqjen e non-gratës së zotit Berisha, që doli një blluf shumë i madh. Dhe mendoj që kjo e penalizoi 2 fish Partinë Demokratike, plus atë hartimin e listave që kanë bërë atë linte jashtëzakonisht shumë për të dëshiruar. Por po e them edhe një herë, nëse do më jepni mundësi një emision tjetër, madje mund të shtjellojmë diçka më shumë. Megjithatë, po, sepse e dim që keni kërkuar që diku edhe pak të largoheni për shkak të angazhimeve që i keni, po para se të largoheni, a mund të kontestohet ky rezultat për shkak të incidenteve që kanë ndodhur dje? Dimet se PD-ja vetë se ka grumbulluar disa materiale për t'i dërguar pastaj tek organet ndërkombëtare. Jo, kanë fillimisht ato janë depozituar në